Buri dhe nëna e tij janë të pandashëm. Kamera e fshehtë zbulon të vërtetën. Ajo e kishte ndjerë gjithmonë se diçka nuk shkonte mes tyre. Pasi mori më në fund konfirmimin, ajo u ndje lehtësuar. Por përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin pëlqim, siguroni që ta abonojeni dhe shtypni zinën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Pas 5 vitesh martesë, Marisa Jones ishte thellësisht e dashuruar me burin e saj. Marrëdhënia e tij me nënën e tij ishte gjithmonë e fikur, duke se ai gjithmonë anulonte planet me Marisën për të kaluar kohë me të, dhe ajo nuk mund ta kuptonte pse e bëri këtë. Marisa u interesua për marrëdhënien e tyre një ditë dhe vendosi të hetonte më tej. Habi i saj i parë ishte të kalonte nëpër foto dhe video të vjetra familjare, me shpresën për të gjetur disa të dhëna. Ajo shpërtheu në lot kur zbuloi se çfarë kishte gjetur. Ishte pamundur të gjejë ndonjë fotografi të burrit të saj me Marisan, sepse kishte shumë prej tij me nënën e tij. Ata janë fotografuar rallë së bashku. Kjo bëri që burri i saj të bëhej mbrojtës kur ajo i afrua për këtë. Nëna e tij ishte një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së tij, kështu që ai tha asaj se ajo ishte thjesht paranojake. Marisa nuk mund të bënte asgjë. Ndjenja se ajo po humbiste burrin e saj për nënën e tij ishte padurueshme, dhe ajo nuk mund ta kuptonte se pse ai nuk mund ta shihte. Pasi kishte humbur rrugën dhe duke u ndier vetëm, Marisa kërkoi mbështetje nga miqt. Miqt e saj e inkurajuan atë të hetonte pse burri i saj ishte kaq i afërt me nënën e tij. Për të mësuar më shumë, Marisa gërmoi më thellë. Ajo nuk ishte e përgatitur për atë që gjeti. Nëna e tij u përpoq ta pengonte të kalonte kohë me të, madje edhe me koston e neglizhimit të gruas së tij. Ajo kishte frikë se ai do të humbiste martesën me të. Megjithatë, kishte diçka shumë më të madhe në punë. Pikërisht atëherë Marisa gjeti faturën. Ajo nuk mund ta besonte. Pavarësisht se kishte shpenzuar mijëra dollar për nënën e tij, burri i saj nuk e çonte as për darkë. Ishte koha për të përballur me të. Fatura e Marisës tronditi atë kur ajo ja tregoi. Pavarësisht ndeshmërisë së tij, Marisa gati u rrëzua për tokë në lot kur shpjegoi se për çfarë shërbente. Në zemrën e saj, Marisa Jones kishte dashur gjithmonë të qetësohej, të krijonte një familje dhe të shijonte ngrohtësinë e martesës. Kur ishte fëmijë, ajo humbi veten në përfytyrime fantastike të një kalorësi me armaturë të zhndritshme, që i largonte nga ekzistenca e zakonshme e shtëpisë së saj të fëmirisë. Ajo u bë gjithnjë me dëshiruar për një jetë të përmbushur, ndërsa përparonte në shkollën e mesme. Ajo nuk e kishte idenë se fati kishte përgatitur diçka të veçantë për të. Dita kur Marisa takoi shpirtin e saj binjak, është ende gjallë në mendjen e saj. Miqtë e saj e kishin lënë me kusht që ajo po priste e vetme në një bar. Ishte një mbrëmje tipike për të. Banakiri kishte ushqyer pijen e saj për orë të tëra, dhe Marisa po mendonte nëse do të largohej. Në mes të ngritjes dhe largimit, një burr zuri vend pranë saj. Sharmi dhe pamja e tij e bukur e mahnitën menjëherë Marisan kur u prezantua si Tom. Gjatë bisedës së tyre disa orëshe, ata ndanë histori për jetën dhe interesat e tyre, si dhe qëllimet e tyre të ardhshme. Kimia mes tyre u bë e dukshme me kalimin e natës, dhe Marisa e dinte në zemër se Tom kishte diçka të veçantë për të ofruar. Tom dhe Marisa filluan të dilnin takime gjatë javëve të ardhshme. Tom ishte më i vogël nga 4 vëllezërit dhe motrat, dhe ai u ri duke mbajtur me kujdes nënën e tij. Tom u la të kujdesej veten për prindin e tij të moshuar, pasi të gjithë vëllezërit dhe motrat e tij u shpërngulën jashtë vendit. Marisa admiroi Tomin për vetmohimin e tij, pavarësisht sfidave me të cilat u përball. Ndërsa ata vazhduan të dilnin, lidhja e tyre u bë më e fortë dhe Marisa e dinte se kishte gjetur dikë vërtet të veçantë. Marisa mendonte se ata ishin të destinuar të ishin bashkë dhe asgjë nuk mund t'i ndante. Megjithatë, lidhja e tyre e lumtur e dashurisë u ndërpre, kur Tomi bëri asaj një pyetje të rëndësishme. Marisa nuk e kishte idenë se çfarë do të vinte, dhe ajo ishte gati të zbulonte se marrëdhënia e tyre nuk ishte aq e përsosur sa dukej. Ej, familja ime YouTube. Sot nuk po ju flas thjesht si krijues për ndjekësit e tij, por si dikush që ka ndërtuar diçka të bukur bashkë me ju për vite. Çdo koment, çdo like, çdo moment që kemi ndarë këtu ka qenë një pjesë e udhëtimit ton, dhe tani duhet ju ftoj të bëheni pjesë më e afërt e kësaj familje. Nëse shtypni butonin join poshtë videos, mund të bashkoheni si antar zyrtar të kanalit. Do të keni akses në përmbajtje ekskluzive, live speciale,
emoji personale dhe me rëndësishmja do ndihmoni që ky kanal të rritet edhe më shumë. Çdo join është një mënyrë për të thënë, besoj në këtë komunitet, dua të shoh të ecë përpara. Ju falenderoj nga zemra për 100 mira që jeni tashmë pjesë e këtij rrugëtimi dhe për ata që do të bashkohen më afër. Pa ju, asgjë nga kjo s'do të kishte kuptim. Ju dua të gjithëve. Tom dhe Marisa ishin takuar prej disa muajsh dhe marrëdhënia e tyre po shkonte e qëndrueshme, por do ndodhte diçka që askush nuk e priste. Nëna e Tomit ishte një histori tjetër. Ajo jetoi vetëm pasi babai i Tomit vdiq dhe rrallë ditë nga shtëpia. Tom kishte qenë kujdestari i saj kryesor, por shpesh e kishte të vështirë të balanconte përgjegjësitë e tij ndaj nënës së tij dhe marrëdhënies së tij me Marisan. Një ditë, kur ata ishin jashtë për një shëtitje, Tom u kthye nga Marisa dhe i bëri asaj një pyetje që kishte shumë peshë pas saj. Ai e pyeti nëse do dëshironte të takonte nënën e tij. Marisa u bevasua nga pyetja, por mendoi se ishte hapi tjetër i rëndësishëm në marrëdhënien e tyre. Megjithatë, gjërat nuk do të ishin ashtu siç priste ajo. Nëna e Tomit kishte luftuar me depresionin dhe ankthin që nga vdekja e burrit të saj, dhe ajo nuk ishte personi me mikpritës. Marisa e kuptoi shpejt se ajo duhet të ishte e duruar dhe e mirëkuptuese ndaj nënës së Tomit, dhe do duhej kohë që ata të zhvillonin një marrëdhënie. Tom e çoi Marisa në një vend të largët. I kishte kaluar zonat e ndërtuara në qytet dhe madje edhe më larg sa do të banimit. Më në fund, në majtë një kodre të madhe, Tom u ndal para një porte të vjetër, të mbuluar me drethkë. Tom duhet të hapte manualisht përpara se të ngjitej në një shteg të vjetër me kaldrëm. Dhe më në fund, ata ishin në destinacionin e tyre. Por ajo që pa Marisa, ajo nuk mund ta besonte. Çifti qëndroi para një shtëpie të madhe, duke paksa e rënuar, por duhet të ketë qenë me vlerë disa miliona dollar. Tom nuk u mendua 2 herë përpara se të shkonte te dera dhe ta zhbllokonte atë me çelësin e çuditshëm që Marisa shihte gjithmonë në unazën e tij të çelësave. Ai bëri shenjë brenda dhe ajo nuk u besonte syve. Salla kryesore kishte një dysheme mermeri me një statuj të bukur në qendër dhe një shkallë spirale që rrotulloi rreth saj. Është e qartë që Marisa nuk dinte aq shumë për Tomin sa mendonte. Ajo pa piktura të bukura të varura në çdo mur dhe një kavalet të ulur në qoshe me një pikturë të papërfunduar mbi të. Kjo ishte qartësisht një dhomë arti, por ishte zhndruar në një dhomë gjumi. Një figurë e vogël u ul në shtrat dhe i shikoi. Nëna e Tomit u ul në shtratin e saj dhe vuri re Tomin dhe Marisën, shpreha e saj ndryshoi. Ajo kaloi nga neutral në diçka shumë më të errët. "Mami, sot di këtë veçantë në shtëpi që takohesh," tha ai me krenari. Por ajo ditë nuk do të përfundonte mirë. "Mami, do doja që ju të takoni të dashurën time, Marisa," tha Tom, duke mbajtur fort dorën e Marisës. Marisa shikonte teksa shkëlqimi u largua nga fytyra e nënës së tij. Papritur, ajo ngrit nga shtrati me një buzëqeshje në fytyrë, por nuk duket se ishte e lumtur të takonte Marisan. Ajo e shikoi Marisën lart e poshtë përpara se të thoshte: "Gëzojmë që ti njoha, unë jam Carmela." Por ajo mund të thoshte se nuk ishte e sinqertë. "Se nuk shkojmë në kuzhinë, mund të na përgatis të gjithëve një tenxhere të bukur me çaj," sugjeroi Carmela. Tom buzëqeshi me idenë dhe e filloi të ecte drejt derës, por sa pe ja ktheu shpinën Marisës dhe nënës së tij, shpreha e Carmelës ndryshoi edhe një herë. Marisa mund të shikte një përzierje dyshimi dhe zëmërimi pas syve të saj. Ajo u largua shpejt nga vështrimi i zemëruar i gruas dhe filloi të shkonte drejt derës. Papritur, ajo pendua që erdhi, por ajo ditë nuk ishte përfunduar. Para se Marisa ta dinte, ata ishin në kuzhinë, duke pirë çaj dhe duke ngrënë biskota që Carmela kishte pjekur një ditë më parë. Por kjo ishte kur Marisa vuri re diçka. Në gjysmë ore që ata ishin ulur rreth tavolinës së kafes në kuzhinë, Carmela dhe Tom nuk kishin folur asnjëherë me Marisan. Ata ishin kthyer përballë njëri tjetrit dhe filluan të flisnin për gjëra për të cilat Marisa nuk dinte. Ajo përpoq të ndiqte bisedën, por ishte e kotë. Carmela po fliste vetëm me djalin e saj. Dhe sa herë që ai kthehej drejt Marisas, nëna e tij ndryshonte temën, duke tërhequr nga krau për ta bërë atë të përballej edhe një herë me të. Ishte sikur ajo nuk donte që Tom ta përfshinte Marisën në bisedën e tyre. Por pse? Ajo nuk dinte asgjë për Marisan. Si mund të vendoste ajo me njerë se nuk e pëlqente atë? Marisa filloi të ndihej gjithnjë me shqetësuar për situatën, ndërsa ul pranë Tomit, i cili pothuajse e kishte kthyer shpinën nga ajo. Gjithçka që donte ishte të shkonte në shtëpi.
Her pas here, ajo vinte re se si Carmela e shikonte mbi shpatullën e Tomit. Ajo do të buzëqeshte, sikur mund të shihte zhgënjimin pas syve të Marisës. Mendja e Marisës filloi të endej ndërsa ul në atë karige, duke parë filxhanin bosh të çajit përpara saj. Ndërsa u fut në mendimet e saj, ajo pushoi së dëgjuari bisedën e tyre. Por sapo Carmela e vuri re, ajo bëri të pamendueshmen. Pikërisht atëherë e moshuara vendosi ta përfshinte Marisën në bisedën e tyre. Marisa e dashur, a i ke takuar ishin e Tomit? Mendi? Pyeti ajo. Marisa u kap në befasi. E befasuar kur dëgjoi emrin e saj duke u thirrur nga gruaja e moshuar. Ajo u kthye shpejt drejt saj, duke vënë re buzëqeshjen në fytyrën e saj. Jo, u përgjigj ajo. Tom duke dukshëm i pakëndshëm, ndërsa e u lut nënës së tij që të mos fliste me Marisan për ishin e tij, por Carmela vazhdoi gjithsesi. Marisa nuk mund ta besonte atë që gruaja e moshuar tha më pas. O, sa turp, nuk e keni takuar. Ajo është grua më e bukur, tha Carmela për ish të dashurën e Tomit. Mami i kërkon kohë për të ngrohur me njerëz të rinj. Do të bëhet më mirë. Marisa nuk ishte aq e sigurt, që nga ajo ditë ajo ndihej shqetësuar rreth Carmelës, duke dyshuar për mos miratim. Megjithatë, muaj më vonë, Tomi propozoi martesë gjatë një shëtitje romantike. E gëzuar, Marisa pranoi, pa e kuptuar plotësisht se me çfarë po martohej. Dasma e tyre ishte e bukur, e mbushur me familjarë dhe miq. Megjithatë, një erka e Tomit, Angie, përshpëriti një paralajmërim shqetësues. Kujdes për nënën ton. Kjo e la Marisën në ankth, por e vendosur të mos reagonte më tepër. Angie gjithmonë përpiqet të shkatërrojë gjëra. Dgjoj, Carmela u diagnostikua me kancer në fazën 2. Unë po kaloj kohë me të sepse nuk e di se sa i ka mbetur, rrëfeu ai. Emocionalisht, ai shpjegoi se pakoja ishte në fakt një shtrat i specializuar spitalor që Carmela kishte bler vetë. Marisa, e pushtuar nga faji, kuptoi se kishte kuptuar gjithçka. Duke qarë, ajo kërkoi falje që dyshonte për Tomin.